e drejta, po edhe a ishte akoma në arrest shtëpie. Domethënë, përgjithsisht kombi nuk e do këtë ndryshim regjimi, okay. Po edhe ndryshime. Okay. Tani, për sa i përket administratave në Shtetet Bashkuara, se mendoj që duhet prekur. Ka një ndryshim ndërmjet administratave republikane dhe administratave demokrate. Dhe kjo shkon që nga viti 79. Në kohën e pengjeve në Iran, që ishin u mbajtën pengje për 444 ditë. Presidenti Carter në atë kohë provoi atë operacionin nga shkretira e Tebrizit që t'i merrte këta pengjen dhe dështoi. Ndërkohë, në momentin kur presidenti Reagan sa po bëri betimin dhe po shkonte nga Kapitoli, po shkonte për Shtëpinë e Bardhë, kjo është distancë rreth, mund të themi 1 kilometër e gjysmë, 1 kilometër 700 ca metra, domethënë në Pennsylvania Avenue. Ato pengje u liruan sepse administrata amerikane e asaj kohe, ndërmjet kanaleve të veta, administrata që po betoi, i kishte thënë Iranit që në qoftë se ju nuk i lironi pengjet, përpara se presidenti të filloj punën, mbasi të vinë në Shtëpinë e Bardhë, atëherë ju mund prisni dhe gjithçka mund ndodhi. Dhe me njerë, në kohën që presidenti ishte në rrugë, ato pengje u liruan. E njëjta gjë mund thuhet për shembull në akan e kundër, në kohën e Obamës, ajo marrëveshja e vitit 2015, e cila në një farë mënyre i lejonte Iranit hapësira që ta pasuronte uraniumin. Dhe aktualisht dihet që mund të ketë rreth 400 kg, mendohet që një pjesë e madhe këtyre, e kësaj sasie, mund të jetë larguar nga ajo baza në Fordo, me cilindra dhe është vendosur dikur tjetër. Dhe kjo pastaj do sjellë problema akoma më të mëdha. Zaloshnja. Plotësisht e qartë. Jo, ka një lajm të fundit. Lutem, ta lexojmë dhe një lajm të fundit se përsëri ka shkruar presidenti amerikan Donald Trump. Është tjetër. Metaj, ta marrun telefonin, që nga i gjatë kjo. Është në anglisht. Okej, përkthej e ti se s'dua unë të bëj në një gaf që të bëhem meme pastaj, se ku i dihet se po, Metaj. Irani është përgjigjur zyrtarisht. Vjes, një sekond. Sa ta lexoj Metaj reagimin e Donald Trump. Irani është përgjigjur zyrtarisht zhdukjes që ne i bëm strukturave të tyre bërthamore me një përgjigje shumë të dobët, të cilën ne e prisnim dhe kemi përballuar me efektivitet. Kanë qenë 14 raketa të lëshuara, 13 për cilave u rrëzuan dhe njëra u la e lirë sepse ishte drejtuar në një drejtim jo kërcënues. Jam i kënaqur të them se asnjë amerikan nuk është dëmtuar dhe asnjë dëm nuk është bërë. Dëshiroj ta falenderoj Iranin që na njoftoi në kohë, përsëri të mundur. Trump falenderon Iranin. Prit të lexoj. Asnjë jetë të mos u mbas dhe askush të mos dëmtohet. Ndoshta Irani mund të vazhdojë tashmë paqen dhe harmoninë në rajon. Dhe unë me entuziazëm do të inkurajoj Izraelin të bëjë të njëjtën gjë. Zgjidheni vetë. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Pra Trump falenderon. Presoj të mos ketë më hejt, më ri, më inat në rajon. Pra sulmin e cilësoi si shumë të dobët dhe falenderoi Iranin për paralajmërimin e heshtur. Për njoftimin paraprak. Pra për njoftimin paraprak, që sipas tij u bë për të shmangur viktimat. Nuk pati amerikan plagosur. Asnjë amerikan plagosur, asnjë humbje jete, asnjë dëm, asnjë amerikan plagosur. Asnjë humbje jete. Irani mund ta konsiderosh që po pozicionohet për negociata. Irani konsideron të ndalojë bashkëpunimin me njësinë që kontrollon armët bërthamore në këto momente po përpiqen të kalojnë ligje në parlament që ne nuk bashkëpunojmë më. Këto i shef janë negociata, janë gjitha pozicionime për negociatat. Dhe i vetmi korrigjim është që në vend 14 që kanë Katari sapo ka raportuar kanë qenë 19 raketa, vetëm një nuk kanë kap. 19 pra nga 19 pra Katari, një sekund, kullishi, se i humbin qytetarët pasaj detajet, nga 19 raketa, mbrojtja ajrore e Katarit vetëm njërën nuk ka kapur, pra 18 të tjera i ka kapur. Ajo që ka rënë nuk ka lënë asnjë dëm, pra flasim për dëmet konsiderueshme. Ka qenë jashtë rrezikës. Si duhet ta lexojmë, zotja Jazi, këtë reagim të Trumpit, të falenderim për Iranin? Reagimi ishte pozitiv në llojin e vet, pra jepet prioritet diplomacisë. Do vitet e Zaloshnja. Dhe duke qenë kështu, unë besoj që ky është mesazhi që pritej nga të gjithë.